ti që lu në telefon, kallëzo ma e ki njonën për 5 lojave. Mobile gaming është bërë shumë famous, edhe one e kom bërë top 5 për vitin 2025. Vend e 5 ja nisi me PUBG Mobile. Sipas statistikave për vitin 2025, PUBG Mobile ka 32.4 milion lojtarë aktiv muj. Pjesa lojtarë aktiv çdo ditë raportohet më konë 6.5 milion. Sesionet mesatare zgjasin rreth 30.9 minuta për lojë, që tregon që përdoruesit e kësaj loje e marrin seriozisht e luajnë me kohë gjata. E sa përfitime sipas raporte për 2025, PUBG Mobile ishte ndërluar me të ardhat më të larta për mobile për muajin qershor. E kjo kallëzon që loja nuk është veç popullore, po edhe është big business game. Vend e 4 është Free Fire. Free Fire deklaron që 36.8 milion lojtarë aktiv i kanë muj. E sipas disa raporte të tjera, sfida kryesore me telefon është gameplay i shpejt edhe ajo që e bën lojën më aktive. Duke u qenë një Battle Royale light i optimizuar, Free Fire arrin me rujt popularitetin edhe volumin e lartë lojtarëve, ideale për treg të lartë. Vend e tretë është Royal Match. Edhe pse është kompetitive apo Battle Royale, është një puzzle casual për këtë lojtar. Royal Match ka 45.8 milion lojtarë aktiv në muj. Lojtarët aktiv ditor llogaritën rreth 9.8 milion. E sesionet mesatare zgjasin rreth 18 minuta, edhe më shumë login ditor se çdo lojë tjetër. Tregon se është një lojë që ka popularitet për casual gamers. Populariteti i madh tregon që ka marrë revenue edhe monetizimi i tij brenda app, reklama dhe ads, sipas raportit 2025 është top grossing mobile games. Vend e dytë është Candy Crush Saga, një klasike që reziston shumë vite. Vitin 2025 përsëri ka 88 milion lojtarë aktiv muj. E lojtarë aktiv në ditë rreth 53.8 milion. E sesionet mesatare rreth 15.8 minuta për lojë, edhe lojtarë që hapin aplikacionin disa herë në ditë. Tregon se lojrat casual puzzle ende e bojnë mosën e tyre. Sa përfitime, Candy Crush vazhdon më konë një mbej loja ma fitimpruse për mobile. Vitin 2025 edhe kjo rënditën mes top grossing mobile games. E në vend e pare kena Roblox. Kampioni i lojra mobile sipas numrit lojtarëve, Roblox dominon globalisht me 129.7 milion lojtarë aktiv në muj. E lojtarë ditor raportohet se arrin rreth 76 milion çdo ditë. Sesionet mesatare të lojës janë rreth 28 minuta, edhe kjo tregon sa engaging është për komunitetin. Për sa i përket fitime për vitin 2025, Roblox është lojat ma fitimpruse. Shumë të downloads edhe in-app purchases, duke e bërë lojën që harxojnë mas shumë të parën to. Kjo është nditja për top 5 lojat për vitin 2025. Kallëzom cilën lojë e kiti në telefon, mos haro me bë koment, mos haro me bë follow ban e FM këtë platformat, po ashtu subscribe në YouTube.